Termi i përpunuar me kujdes, islamofashizëm, por i kthehet në qendër të vëmendjes. Përdorimi i tij në mediat kryesore perëndimore përfshir Mbretërinë e Bashkuar, SBA-n, Kanadan, Australinë, Zelandën e Re, Izraelin dhe Europën, është rritur me 33% në vitin 2025, krahasuar me vitin paraprak, vlerëson Faisal Hanif, ish gazetari i BBC-s. Ai po shfaqet në Jerusalem Post, në revista neokonservatore dhe në tabloidet perëndimore, që kërkojnë të paraqesin luftën e paligjshme ndaj Iranit si një pushtim të domosdoshëm dhe fisnik, shkruan Hanif. Fjala nuk është e re, por rikthimi i saj dhe qëllimet për cilat po përdoret sot kërkojnë shqyrtim. Termi u krijuan në klimën e ideologjike të neokonservatorizmit pas 11 shtatorit. Arkitekti i tij më i përkushtuar ishte autori Norman Podhoretz, i cili vdiq vitin e kaluar, vetëm disa muaj para se projekti i tij preferuar për bombardimin e Iranit të merrte formë. Sipas eseut të Podhoretz, në vitin 2007 në revistën Commentary me titull Rasti për bombardimin e Iranit, Irani nuk është një shtet me histori, popullsi apo interesa politike konkurruese. Ai është thjesht një front në një luftë globale dhe përgjigjja e vetme e duhur janë sulmet ajrore. Në numrin më të fundit të revistës, djali i tij, John Podhoretz, e vazhdon këtë linjë, duke tërhequr një vit të drejtë nga Gjermania naziste te Republika Islamike e Iranit dhe duke u ankuar se gjithçka mund të ishte shmangur nëse SBA-ja do të kishte dëgjuar baban e tij dhe do të kishte bombarduar Iranin që para 2 dekadash. Në periudhën ndërmjet, termi islamofashizëm është përdorur në mënyrë të kufizuar për grupe si ISIS-i, kamikazet apo individ që refuzojnë të ndalen derisa të vdesin. Por sapo krijohet një kategori besimi që vendos mbajtjen e saj jashtë mbrojtjes civile, pyetja se kush i përket kësaj kategorie bëhet plotësisht politike. Në fakt, përkufizimi është zgjeruar vazhdimisht nga ISIS-i te Hamasi, te Hezbollahu, te shteti iranian, te shoqëria civile palestineze, deri te kushdo që shpreh solidaritet me ndonjërin prej tyre. Kjo shpjegon pse kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mund të deklarojë se Hamasi është ISIS dhe ISIS-i është Hamas, shkruan Hanif.